Jo më larg se para 20 vitesh, tregu i kafshëve në Gostivar ka qenë ndër tregjet më të frekuentuara si nga blerësit ashtu edhe nga tregtarët që vinin nga të gjitha qytetet e Maqedonisë dhe kultivuesit e kafshëve shtëpiake. Në perspektivën e 2 dekadave, tregu i kafshëve në qytetin e Gostivarit ngadalë, por sigurt ka ecur drejt shuarjes. E marta që njihet si ditë e tregut në Gostivar tashmë nuk grumbullon shitësit dhe blerësit në lagjen Fazanari ku ndodhet tregu. Pamjet filmike që i realizuam sot në këtë treg flasin më shumë se ç'mund të përshkruajnë fjalët. Në tërë atë hapësirë, vetëm një dele qëndronte ekspozuar, ndërsa vendi që më parë ishte kaq i njohur për shitje të kafshëve, ishte shndruar në shetitore qensh. Shitësi i deleve tha se kishte sjellur vetëm 2 copë nga 10 që i ka në shtëpi dhe se njërën e kishte shitur. Tokenia nuk ka as popull, as shtet, ku njëse nuk ka. Ç'ke da folja. Ama sot e keni pru një kafshë të Nuk më penguashin atë i kombashin një dhe dele, më penguashin këta, ne i pruna një di kështu, mira është të poshtë. Njënën e kanë marrë, apo? Është e të një. Njerëzit që i takuam sot aty ishin tregtar të dikurshëm të kafshëve apo vizitor të rregullt të tregut të kafshëve, të cilët tregojnë se tashmë 3 vite gjendja tregon shuarjen e të njëjtit. Ata thonë se qytetarët jo vetëm që nuk janë të interesuar për t'u marrë me tregti, por edhe mishin që e konsumojnë nuk e zgjedhin, ndërsa shprehin dyshime edhe për cilësinë e mishit që ofrohet me pakicë në përmishtoret e ndryshme. Pazar ka qenë këtu shumë i merë, i madh ka qenë, ama taj atë psohu, i soni si duhur. Ka qenë kurbet, ashtu. A sot e shofëm se në pazar? Sot s'ka ku një sonë, as i sonë nuk ka, jo hajvan. S'ka, këtu... A pesh më pazar këtu, kësi varë, në gjitha. Që të konë po, ma këtu këne nuk ka. Këtë bjen në dëgjane, mishin, nuk therin kështu të therin, që si bjeshin ma para. I theshin këshpaja taj, nuk s'marë një sonë. Me qëfar mishi për një zoni për këshpia? Unë e marrë këni shok të e di, se i bje vetat vetë i thera. So si mëse njofë se bje asë njerë. E njofë njerin unë. Më shumë ha mishë të sofa që dhe. Kjo ka që afer 2 vjetraj që i shkon, 4-5 vjetë, ama që një 2-3 vjetë që i vjen të mshil kretë ma. Nalen kretë gjajat s'ka, po ma s'ka këto. Ka erë shumë keqë, ranë është, më të vërtet. Ju sot keni aktu si tregtar? Po, si tregtar, punojon, tregti ku punojon. Ala jom të punojon me tregti, me i banat jom marrë, me kal, me lop, me gjaj, me sena, ma të shaj s'ka gjë. Ma për para ka pas ma te për interesim? Ma para kishe shumë interesime, në ishe shumë majrë. Kimi vdek për kësaj dinja ma, simi. Ka të imi gjallë, ma të vdekët imi. Sa është 1 kilogram mish sot, për shumë? Si to, 45 miliard, 50 miliard, mish sofet. Prejardhja e mishit që gjendet në mishtore nuk dihet me saktësi dhe konsumatorët kanë dilemat e tyre. Ata që duan të shohin me sy atë që e blejnë, duhet të udhtojnë drejt fshatrave dhe të furnizohen me mish nga tregtarët e rrugës. Në disa fshatra, shitësit e rrugës në vende publike therrin dhe shesin mish. Konsumatori i bindet prejardhjes dhe kualitetit të mishit, por sa është mënyra e duhur për therrjen dhe shitjen e mishit në vende publike dhe të hapura, mbetet çështje për diskutim. Edhe kundrejt ligjeve rigoroze për cilësinë e produkteve ushqimore, si dhe gjobave për tregtarët që nuk i plotësojnë këto standarde, ka tregtar që rreth rrugëve therrin dhe shesin mishin e kafshëve. Produktet e mishit, por edhe bylmetit, mund të gjenden të ekspozuara në ambiente të hapura, pa mbrojtje në aspektin higienik. Ndërsa ekspertët e shëndetësisë thonë se qytetarët as për së afërmi nuk janë të informuar për rrezikjet e konsumimit të produkteve nga tregtarët ambulant. Në anën tjetër, mjekët përsërisin vazhdimisht rrezikun që shkakton mishi për shkak të përmbajtjes së madhe të antibiotikëve dhe hormoneve që përdoren tek kafshët që janë të destinuara të shiten për mish. Nga ana tjetër, popullata e Maqedonisë njihet si kampioni i përdorimit të mishit dhe ky i fundit në tregun ton është më i shtrenjtë se cili do produkt tjetër. Ndërkohë, nga Drejtoria e Inspektoratit Shtetëror të Tregut në Gostivar është njoftuar se muajin e fundit janë shpeshtruar kontrollet në tregjet ku shitja e një pjese të produkteve ushqimore bëhet në kushte jo adekuate higjienike. Nga kjo drejtori theksojnë se përpos vendimit për largimin e këtyre mallrave të pasigurta nga tregjet e gjelbërta, pasojnë edhe gjoba të larta për shkelësit e ligjit. Ata kanë ftuar që edhe qytetarët të jenë më vigjilent gjatë konsumimit të këtyre produkteve. Ngatje thonë se produktet me origjinë shtazore i nënshtrohen kontrollit të Inspektoratit të Veterinar. Por sigurisht ka edhe të atill që nuk e kanë breng kualitetin, por u intereson çmimi.
Për 1 kilogram, çmimi në tregun e Gostivarit rrotullohet nga 450 deri më 500 denar, varësisht nga kualiteti dhe lloji i kafshës.